mbetjes në hija, apo dukna në hije sonte. Kështu. Dëgjoj. Po jene proces të daljes nga janë dy aspekte cilat unë nuk kam nevojë me i thonë, edhe nuk një nevojë me i thonë. E para është që vullneti i Ramush Haradinajt për me mri na deri në këtë pikë ka qenë i plot, i pa asnjë ekuivok edhe me krejt bindjet e tij. Sikur mos kishte qenë, kështu nuk kishte ndodhur. Nuk kishte ndodhur. Edhe e dyta është në aleancë edhe kryetari Haradinaj, edhe kolegë tjerë të mi gjithë e din karakterin tam. E din çfarë karakteri kom. E din që unë i du kolegët, i respektoj kolegët, e respektoj Ramushin veçanërisht, se s'kom qysh mos mi respektu, edhe mos mi desh, jemi shumë gjatë bashkë, e kom po në ditë më të vështira të Kosovës, edhe në ditë më të vështira të ti. E di që sillet, po në njëjtën kohë edhe ai më njeh mua, e njohim njëri tjetrin. Detyrat që i marr me i kryon, i marr me tepër shumë fokus cilat do të qofshin ato, edhe po mendoj që nëse njerëzit kanë me pyet çka kom bën jetë, kam ju dal kështu. Kur kom qenë deputet, kom qenë nëse jo më i miri në rrethin e 2 ose 3 më të mirëve në parlament. Kur kom qenë ministër, nëse jo më i miri, kom qenë në rrethin e 2 ose 3 më të mirë. Kur jom zgjedh kryetar komune, nëse jo më i mirë, jom në rrethin e 2 a 3 më të mirëve. A dini pse? Jo se jom më i mençmi, nuk e konsideroj veten ashtu, po se e kom një atribut që nuk e fshehi edhe e thom pa pikë modestie.